Ish drejtoresha e Akshit, Mirlinda Karçanaj, ka qëndruar sot për 30 minuta në SPAK në zbatim të masës së saj detyrim paraqitje. Në dalje, ajo u përball me gazetarët, të cilët e pyetën për përgjegjësitë e saj në institucionin që ajo drejtonte. Jo, zonja ka pretenduar që ne nuk e kemi pyetur në lidhje me ngjarjen. A mund të na sqaroni pozicionin tuaj? Por ish zyrtarja e lartë nuk pranoi të flasë, ndërsa avokatja e saj, teksa shtyr mikrofonat e gazetarëve, tha se kur të dojë do të flasë. Kujtojmë që pak ditë më parë, gjykata e lartë mori vendimin për të lehtësuar masën e sigurisë ndaj ish drejtoreshës së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Mirlinda Karçanaj. E hetuar nga prokuroria e posaçme për dyshime mbi shkeljen e procedurave në tender publik, Karçanaj ndiqet në një gjendje të lirë sigurie. Akuzat e SPAK ndaj drejtoreshës së Akshit, Mirlinda Karçanaj. SPAK ka zbardhur akuzat ndaj drejtoreshës së Akshit, zëvendësueses së saj, Hava Delibashi, dhe zëvendës drejtorin e policisë së Tiranës, Erion Ismaili, të dyshuar si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Ndaj Mirlinda Karçanaj, e cila ndodhet në masën e sigurisë arrest shtëpie, janë ngritur akuzat për shkeljet e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankante publike, e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal dhe grupi strukturuar kriminal, kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal.